Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Durrës, ku babai ka plagosur me thik të bijën. Sipas informacioneve paraprake, Mikel Ndoi ka shkuar në vendin e punës së vajzës së tij dhe në rrethana që mbeten ende të paqarta e ka goditur atë me një mjet prerës. I plagosur ka mbetur edhe kolegu i vajzës së autorit, i cili ka ndërhyrë për të parandaluar ngjarjen. Ky i fundit, si dhe vajza e autorit, 24 vjeçaria Jessica Ndoi, janë transportuar drejt spitalit të Durrësit, nga ku raportohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, pas ngjarjes së rëndë, autori është arratisur teksa policia ka nisur kërkimet për kapjen e tij, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit. Megjithatë, nga të dhënat e para mësohet se shkak është bërë këmbëngulja e 57 vjeçarit për t'u ribashkuar me ish-bashkëshorten, kërkesë kjo që është refuzuar në mënyrë kategorike nga kjo e fundit, pra nga vajza e tij. Ngjarja mes dy ish-bashkëshortëve dyshohet se ka ardhur për shkak të dhunës në familje, gjë e cila ka sjellë edhe refuzimin e familjes së tij për ribashkim.